Kemi marrë një ftesë në ora 5, po diskutohet hallin kryesor që e kemi, po mendoj me gjithë një rrugë të logjikshme, të kapshme, edhe një rrugë që tregon që e kemi krejt seriozisht Kosovën, apo kupton? Nga Lidhja Demokratike kanë thënë se nuk do të marrin pjesë në këtë diskutim. Ata kishin mirë, po show, tash dita fundit, po mendoj show. Ata po thonë një e kemi tash një emën, në seancë thanë që nuk vinë, tash po del që ata po bojnë show realisht. A do ta votoni Vjosa Osmanin për presidente? Jo, po Vjosa Osmani nuk është tuar si opcion, mendoj. Edhe s'kemi marrë një propozime konkrete, as nga PDK, as nga LDK. Thonë, hajde, që ku e kemi, emnat, të mlidhemi, t'i bëjmë në nënshkrimet. Më thonë, s'ka ndodhur asgjë ende, nuk dihet as emri, as nga kush propozohet. To njemi në pikën 0. Realisht parti duhet me dëshmu pak ma shumë seriozitet. A keni ndonjë emër jo që keni me propozua, apo kanë me vazhdu propozimet e njëra? Jo, emrat e vendosjes janë ata që ishin, po ne kemi tregu që po tërhiqemi, mund të tërhiqemi nga pozicioni fillestar, në rast se partitë përballë propozojnë dhe duan të bëhen pjesë e këtij procesi demokratik, absolutisht nevojshëm. Po mendoj është kushti sine qua non që me vazhdu tutje edhe ja mundësu Kosovës me kry punë për cilat qytetarët kanë nevojë. Se kemi luksin me shku në zgjedhje çdo 3-4 muaj. Edhe unë s'kam marrë prej Parisit me marrë zgjedhje 4 herë. Ju kam tregu në fillim, unë kam marrë me punu. Kështu që shpresojmë që ka përcehet kjo pengesë. Kemi afat edhe pak orë.